Si që pat, Edi Rama vajti në bordin e paqes, ja dha dorën Trumpit, Trumpi e përmendi me emër, nuk u mor aq sa që u mor me Vjosa Osmanin, cilës i tha merr në telefon kur të kesh në hall, por që vajti mori pjesë. Fatmirësisht, kushdo që më ka ndjek, e ka dëgju, edhe me të shkruar, po edhe me të folur, kur s'kam thënë që nuk shkon dot. Për një, domethënë e kam një si gjysmë përgjigje për një fundërin, një maskar që kishte shkruajt një koment në Facebook, se gjoja që kisha thënë unë ndryshe, doli ndryshe, kujtun vaje. Këtu në YouTube nuk kam për të marrë me fllëqësirat fare, nuk kam për të marrë me mbeturinat fare, po thjesht për ta dhënë një si fare përgjigje që ta dinë që çka mbeturinën nuk kam pse merrem me ta dhe s'kan pse as ata s'kan pse lodhen me të shkruajt se do t'i ignoroj komplet. Vajtja e Trumpit atje është absolutisht sukses për Ramë në kuptimin politik, mediatik, pra në kuptimin e komunikimit. Nuk besoj se do jetë akses për, pra si të themi që t'i thot që t'jetë një pakt për të vazhduar Rama për të nejtë në pushtet, se di këtë. Por ashtu sikurse unë nuk kam besu asnjëherë, edhe ata idiotët që më akuzojnë mua se jo po opozita, unë mbështes opozitën, se në Shqipëri këtë do mbështesësh po s'mbështet opozitën, apo do mbështesësh Edi Ramën. Po s'kam qenë kur idiot, për shembull që të themi Edi Rama nuk e tako dot Trumpin. Budalliqe të tilla, pra nuk jam unë kjo pjesë mentaliteti e opozitës, jam shumë larg asaj. Por që e mbështes opozitën nuk e fsheh, e them hapur këtë, kështu që nuk më komplekson dot kush që them se mbështes opozitën. Do vazhdoj derisa ta shoh, sigurisht që edhe do e kritikoj kur ka probleme për ta kritikuar. Po sot në Shqipëri të mbështesësh opozitën je shumë më i nderuar, se sa të heshtësh, apo aq më keq të mbështesësh Edi Ramën. Dhe ju siç e pat, se do ve edhe një perl nga Zeqineja sot në parlament, në një debat spektakolar që kishte bë me Gazbardin, më në fund I ishte përgjigj Zeqineja Gazit. Mirë ja bë Gazit, se so se kam hallin e Gazit, unë pra që ta kuptoni, thjesht më shumë aty mudhims Erion Braçja dhe Tauland Balla, sepse ka një rivale shumë të fortë tani dhe shumë të vështirë për ta konkuruar. Rolin e Gores e ka pas gjithmonë pse një që bënte rolin e Gores në parlament, në foltore të parlamentit, dhe ajo është, kam përshtypjen që ajo është një sfidante që do t'i lejnë hije, sot I la absolutisht 100% hije, vetëm se shkreta doj çik kohë që të marrë veten e të fillojnë të artikulohet edhe më mirë, edhe sot më bërë një kallat fort aty, kishte thënë që I thoshte Gazit që ke shkuar në një vend atje në një fshat ti thot, edhe nuk dënjuan, do shte ti thoshte, pra Zeqineja do shte ti thoshte që nuk dënjuan ato pensionistët dalin të t'japin dorën, ose nuk dënjuan, ose po themi përdorin sinonime tjera, nuk të begenisën, nuk të avarën, edhe nuk I tha që nuk dënjuan të t'japin dorën, të avarin, po tha nuk u ndinjuan të t'japin dorën. Po këto janë gjërat vogla që I rregullon Zeqineja shumë shpejt këto. Edhe është flak, është zjarr. Opozita ka punë. Opozita ka shumë punë dhe një regjim si ky nuk mundet me asnjë lloj shprese në ajër, përveç se me pastërti dhe me mençuri. Do të bëhet më e mençur opozita, shumë më e mençur. Deri tani nuk më duket shumë e mençur. Sigurisht nuk po flas për individ të veçantë, po flas në blok. Do të bëhet më e mençme se ky mundet, nuk është se s'mundet. Por nuk është halli të mundet Edi Rama, është halli
të shpëtojnë Shqipëria dhe këtë gjë opozita ka një farë detyre me thonë drejtën me e bë. Por duhet rregullojnë shumë edhe veten e vet. Duhet rregullojnë shumë veten. Ka ca element që si thotë Rama për e përdor të për këta të vete që do është me heq qafe drut e shtrembër. Ka dhe opozita drut shtrembër fatkeqësisht që duhet me i preje, nuk ka rëndësi se kush i përdor termat, po që ka drut shtrembër ka. Bravo i qoftë Edi Ramës pra dhe njëherë. Kënaquni. Paratë e shqiptarëve janë ato që ka çuar atje për lobingje. Ajo është bordi i paqes, është biznes i pastër. O e kam mbrojt unë Trumpin ose jo e kam mbrojt se kjo është budallik që më doli nga goja kështu, po o kam folun mirë pro Trumpit ose ka fol njëri. Ashtu sikurse jam duke thënë tani që kjo bordi i paqes është një biznes i pastër për familjen e atij. Ka fut dhëndrin aty. Dhe nuk të shtut qa kokën Trumpi për Palestinën, për palestinezët, për paqe, për drejtë me të pirë që thot ai që unë bëj paqe, bëj kështu. Është thjesht biznes. Dhe në biznes kush hedh para më shumë është mik i Trumpit. Është ortak i Trumpit, është bashkëpunëtor i Trumpit. Kjo është kaq. Kaq është vajtja e Edi Ramës atje. Bravo i qoftë, ka vjedh, ka abuzu, nuk e di çka ka bë, se s'ka dhe gjykatë prokuroritja provojnë. Por që i ka bën në këtij populli as nuk diskutohet. Edhe shkon atje, takon Trumpin. Çon thasët me para, takon Trumpin.